E rrallë, gruaja me 2 mitra shtatzan në të dyja, e dokumenton Instagram. Një grua nga Alabama, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka dokumentuar rastin e saj jashtëzakonisht të rrallë. Ajo ka 2 mitra dhe është shtatzan në të dyja. Gruaja 32 vjeç ka një gjendje të rrallë të quajtur uterus didelphys, ku një person ka 2 mitra. Gjendja e rrallë mendohet të prek rreth 0.3% të grave, raportoi Agjencia e Lajmeve AFP. Nëna shtatzan, e cila përdor Instagramin për të dokumentuar udhëtimin e saj, tha se gjasat që ajo të ishte shtatzan në të dyja mitrat ishin 1 në 50 milion. Të martën ajo ndau imazhe të disa ekografive të 2 foshnjave në barkun e saj. Gjithçka duket e mrekullueshme, tha ajo. A nuk janë kaq të lezetshme fytyrat e tyre të vogla? Mendoni se do të ngjajnë? Ndjej se do të jetë krejtësisht të ndryshme, ka thënë ajo. 32 vjeçaria së shpejti do të bëhet nën e 2 vajzave. Studimet tregojnë se ky problem i mitrës ndodh në fazën e rritjes së embrionit. Zakonisht, gjatë zhvillimit të embrionit, mitra formohet si 2 kanale të quajtura kanalet mullerian që bashkohet në një mitër, por në disa raste të rralla ky bashkim nuk ndodh dhe të prekurit mund të kenë 2 mitra.